Ruajtja dhe promovimi i traditave dhe kulturës kanë nxitur institucionet lokale në Lezhë të rikthejnë edhe një herë dasmën e Zadrimës. Në këtë event u sollën në vëmendje elementët më karakteristik të dasmës tradicionale zadrimore përmes veshjeve popullore, muzikës tradicionale, valleve dhe riteve që prej vitesh përbojnë identitetin kulturor të kësaj treve. Aktiviteti u mirëprit nga pjesëmarrësit, të cilët patën mundësinë të përjetojnë nga afër atmosferën autentike të traditës zadrimore dhe të njihen më shumë me zakonet e trashëguara ndër breza. Kupton koha ka evolu, sot nuk bëhen më një traditë me thënë drejtën, janë vishaj që do me zbukuru këtë, se po bëhen lokale, po me që duhet me harru traditën e me kujtu prej ka vim, duhet me përngjaj fije. Ka kënë traditër, por e kena mojtë, si thush, traditën për çdo dasëm, e kena një valle me veshjet kombëtare zadrimore. Në Zadrim, e po kështu mund t'jetë edhe në për zona tjera. Është e rëndësishme se nonat tona, gjyshret tona, ishte kanë vazhduar gjithmonë dhe na kanë lënë amanet. Brezi i ri e shë rikthimin e dasmave në Zadrim si ruajtje të vlerave kulturore të saj dhe se për ta veshja zadrimore mbetet më e bukura. Kjo traditë po ruhet shumë nga brezat e ri, sidomos nga ne të rinj, sepse ne duhet që të veshim rroba sa më shumë zadrimore, edhe që ta kemi sa më shumë si kulturë dhe mos na harrojmë këtë kulturë që kemi ne. Fokusi kryesor i aktivitetit nëpërmjet improvizimit të dasmës zadrimore kishte për qëllim promovimin dhe ruajtjen e traditës e të vlerave kulturore dhe artistike, si dhe mbajtjen gjallë të traditës dhe përcjelljen e saj tek brezat e rinj.